Me emrin Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radiovatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radiovatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio, për ta zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha i nderuar Nusret Efendi Fazliu, me të cilin do të bashkëbisedojmë rreth pejgamberit Sulejmanin alayhis salam. I nderuari hoxh, mirë se na erdhe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në çdo fillimet tona falenderojmë Allahun xhelle xhelalu, ai i cili na bëri të mundur që të arrijmë edhe këtë muaj me bekati të shumta të Ramazanit. Shpresojmë te Allahu që Allahu të na këtë pranu duat, ibadetet, lutjet. Amin. Gjitha namazet dhe agjerimet tonë. Unë njashtu jam tepër falendërues ndaj Muftinisë së Shkupit në përgjithësi, të cilët po jepnin kontributin tuaj që na të jemi pranë sofrave të iftarit të gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, me kontributin e plot të palodhur nga Muftiu i Shkupit Dr. Kenan Efendi Ismailit. Faleminderit edhe për juve që pranuat jeni sonte disa momente në këtë prag të iftarit. O gjinderuar, si fillim përmes pushtetit ose përmes Sulejmanit alayhis salam, rrafimit të tij, si ne duhet ta kuptojmë pushtetin? A duhet ta kuptojmë si sprov apo si begati nga ana Allah subhanahu wa taala? Fillimisht për të folur rreth jetës nga të gjithë pejgamberët sallallahu xhel xhelalu i gradoi dhe i dalloi disa nga të tjerët për jetën e Sulejmanit alayhis salam dhe dobit të cilat i kanë nxjerr ulemat përmes ajeteve dhe kuranore dhe hadithe të pejgamberit alayhis salam, është një enciklopedi në vete. Por ja që na do të mundohemi në pika të shkurtë, inshallah do të jemi të kuptueshëm ndaj shikuesve dhe ndëgjuesve tanë. Përmes Sulejmanit alayhis salam na mund të kuptojmë ngjarjen të cilën Allahu na rrëfen në Kur'an. Thot Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad fatanna Sulejman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Kur flet për pushtetin e Sulejmanit alayhis salam, do të ditur se Sulejmani alayhis salam, për dallim nga pejgamberët tjerë, ishte i dërguar i Allahut, pejgamber i Zotit, por ishte edhe njëkohësisht mbret në jetën e asaj kohe. Ishte mbret dhe i dërguar, kishte fuqi post pushtet në tokë dhe ishte pejgamberi i Allahut xhelle xhelalu. Prandaj Allah xhelle xhelalu tha: "Wa hushira ala Sulejman junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr." Tha Allahu xhelle xhelalu, janë tubuar, janë mbledhur një numër i madh apo një ushtri e madhe Sulejmanit alayhis salam, i cili përbëheshte nga xhinët, nga njerëzit, nga shpenzët, e që nuk kishte askush prej pejgamberëve më herët gjithë këtë pushtet. A thu vallë, ky pushtet ishte për Sulejmanin alayhis salam vetëm begati, mirësi që ai do t'i shfrytëzonte të mirën e tij, apo të njëjtën kohë ishte edhe sprov nga Allahu xhelle xhelalu? Allahu xhelle xhelalu në këtë ajet kuranor tha: "Wa laqad fatanna Sulejman." Na e kemi sprovu Sulejmanin alayhis salam, wa alqayna ala kursiyyihi jasada, dhe në fronin të cilën e kishte Sulejmani alayhis salam si mbret i asaj kohe, në pushtetin e tij, në fronin e tij alqayna ala kursiyyihi jasada. Allahu tha, e hodhëm në fronin e tij një trup. Jasad ka për qëllim trup i cili nuk ka jetë. Për çfarë trupi bëhet fjalë? Simbas shumicës së komentatorëve të Kur'anit, mufesirinëve, ka për qëllim kur Sulejmani alayhis salam, edhe pse kishte
mendimin e mirë për Allahun xhelle xhelalu që ta mbron dhe të ndihmon këtë fe, tha një natë prej natëve, le atufun në lejle, këtë hadith shënon Imam Bukhariu sahinun e tij, se unë do t'i kaloj për një natë që gjithë gratë e mia, e me shpresë të Allahu xhelle xhelalu ata të jesin shtatzan, e secili që do të lind prej tyre të bëhet mujahid, luftëtar që ta mbron dhe t'i del zot kësaj feje, duke e qit në dritë drejtsinë Allahu xhelle xhelalu në pa. Mirë po, ai haroj se rezultati nuk i takon njeriut dhe këtë pushtet dhe nuk mundet njeriu rezultatet t'i arrin përmes pushtetit, përmes forcës, edhe pse i kishte nën pushtetin e tij xhinët, edhe pse kishte nën pushtetin e tij njerëzit, edhe pse kishte nën pushtetin e tij errën, kishte nën pushtetin e tij shpenzët, por rezultati nuk arrihet përmes pushtetit dhe forcës njeriut në tokë, ajo arrihet vetëm sipas caktimit dhe dëshirës Allahu xhelle xhelalu. Dhe pasi kaloi për një natë me fuqinë që Allahu e kishte dhënë Sulejmanit alayhis salam, që gjithë gratë e tij, asnjëna prej tyre nuk mbeti shtatzan, përpas njëna prej tyre e cila lindi një gjisëm trup, gjisëm fëmije, i cili nuk ishte me jetë të gjallë, dhe erdhen dhe ja lanë në fronin e Sulejmanit alayhis salam. Dhe Allahu tha, kjo është sprov për Sulejmanin, le ta kupton se në begatin që ja kemi dhënë brendësinë e saj është sprov, a do të kupton begatin se ai mund të arrijë rezultatet dhe mund të bën ndryshimin me forcën e tij apo duke kërkuar ndihmën e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rezultati i kësaj pse nuk lindi asnjë grua e Sulejmanit dhe lindi vetëm njëna prej tyre një gjisëm trup, sepse ai nuk tha inshallah, nuk tha nëse don Allahu, nëse cakton Allahu xhelle xhelalu. Prandaj mushrikët e asaj kohe kur ishin në luftë me pejgamberin Allahu xhelle xhelalu, se si me e sfidu që pejgamberi Allahut me dal gabim, duke sepse ata ai jo prishte që gjitha interesat e tyre në jetën e kësaj bote, dikush tha mbasi ki pretendon se është pejgamber qiellor, atëherë i kemi jehudët shoqnin tanë në Medinë, le të pyesim ata se dhe ata pretendojnë se kanë pejgamberin e tyre prej një zotit të qiellit, Musa alayhis salam, le ta pyesim, le të marrim informacion prej tyre dhe ta sfidojmë pejgamberin Muhammedin, po është ki pejgamberi Zotit apo jo. Dhe jehudët i ndihmuan mushrikët e Mekës dhe i thanë, pyesni pejgamberin tuaj i cili pretendon se është pejgamberi i dërguar i Allahut, nëse i din këta 3 përgjigje, do t'ja bëni 3 pyetje, atëherë do të konstatoni se me të vërtetë është i dërguar i Allahut. E cilat ishin ato pyetje? Do ta vesni ata, pyetni ata rreth ngjarjes, rrëfimit, historisë të djelmoshave të cilat u mbyllën në shpellë. Çka është historia e tyre? Cila është historia, ngjarja, si ka ndodhur ajo? Atëherë pos kësaj pyetjen e ditë do ta parashtroni për çështjen e shpirtit. Ku qëndron shpirti? Si vdes njeriu? Si jeton dhe kështu me radhë? Dhe e treta tha do ta pyesni për Dhulqarnainin. Do ta pyesni për Dhulqarnainin, i cili është që të trija çështjet janë zbërthi dhe është një rast i veçantë në suratul Kahf. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha mushrikëve të Mekës e janë të nesërmen, duke mos thanë inshallah, nëse don Allahu do t'ju jap përgjigje, por tha e janë të nesërmen do t'ju jap përgjigje. Dhe kështu si pasojë, duke mos thanë inshallah, nëse don Allahu, Allahu xhelle xhelalu vanoi shpalljen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipas disa mufesirineve 15 ditë, sipas disa të tjerëve 1 muaj, sipas disa të tjerëve 3 muaj, sipas disa të tjerëve 6 muaj ditë. Dhe pastaj Allahu zbërthei të 3 pyetjet, ju dha përgjigje mushrikëve të Mekës në suratul Kahf dhe tha la takulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah. Asnjëherë mos thuaj për ndonjë çështje, unë do ta veproj të nesërmen, unë do ta bëj, unë do të realizoj, unë do ta veproj pos duke ja bashkangjitur fjalës tënde illa an yasha Allah, pos nëse don Allah, sa asnjë rezultat, asnjë vepër, asnjë punë, asnjë dëshirë nuk realizohet në tokë
pos nëse don Allahu xhelle xhelalu. E di se ndoshta jemi me kohën pak sa ngushtë, por duke e bashkangjit këtij ajeti kuranor që Allahu përmes postit dhe pushtetit madh që kishte dhënë Sulejmanit alayhis salam, na e tregon pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, ishte në rrugtim e sipër me Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, djalin e mingjës vet, djalin e Abbasit, i cili afërsisht sipas historianëve islam ishte në moshën 10 vjeçare dhe ishte duke ecur me devën e tij, me Abbasin me djalin e tij Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dhe i tha do t'i mësoj disa fjalë, mbaj mend edhe mas vdekjes time. Në përmes atyre fjalëve, në mesin atyre fjalëve tha, idha sa'alta fas'alillah. Nëse don të kërkosh ke nevojë për diçka, fillimisht kërkon nga Allahu xhelle xhelalu, pastaj merri shkaqet dhe sebepet në tokë. Mirë po, ti duhet të kërkosh me zemër dhe me bindje tek Allahu, sa ai është furnizuesi. Wa idha sta'anta fasta'in billah. E nëse kërkon ndihmë nga dikush, fillimisht kërkon ndihmë nga Allahu xhelle xhelalu. Edhe pastaj tha anal ummata idha ijtama'at ala an yadurruk lam yadurruka illa ma qad kataba Allahu alayk. Tha po që se i krejt ummeti, edhe gjinët edhe njerëzit, po të tubohen që gjithë grumbull bashk, që të ti të dëmtojnë diç, të bëjnë dëm, nuk do të mund të dëmtojnë pos nëse ka caktuar Allahu, pos nëse Allahu ka dhënë leje, pos nëse Allahu ka dhënë shpreh dëshirë që vullnetin e tij që ajo punë të realizohet. Përndryshe, s'ka mundësi. Dhe kjo sikur na hek mërzin e madhe dhe na jep një shpresë të madhe ata cilët mendojnë se janë të prekur nga sihret dhe kanë shqetësime të tjera, na ju japim porosi që nga këto se s'ka mundësi, wa ma yadurruhum illa bi idhnillah. Fa Allahu suratul Baqara në rastin e Sulejmanit të njëjtit, Allahu tha s'ka mundësi sihri ta kaplon dikënd dhe ta dëmton dikënd, edhe nëse mos tepër mi veprohet për ndarjen e familjes, çiftit bashkëshortor, burrit dhe gruas, pos nëse ka dhënë Allahu leje që ata të sprovohen. Përndryshe, sikur krejt dunjaja, gjin dhe njerëz të mblidhen dhe ta dëmtojnë përmes sihrit, apo ekonomisë, apo shoqërisë, apo pushtetit, apo pasurisë, nuk ka mundësi të dëmtohet pos nëse ka dhënë leje, nëse ka dhënë leje Allahu. Edhe e mira s'ka mundësi të arrihet, rezultati s'ka mundësi të arrihet, prandaj i dha një edukim të madh shoqërisë islam Allahu përmes rastit të Sulejmanit alayhis salam, se ti nuk do të mund të arrish rezultatet në jetën e kësaj bote pos nëse ka dhënë leje dhe ka dëshirë dhe vullnetin e tij Allahu xhelle xhelalu, por ndryshe rezultatet do t'ja atribonim vetes. E kur t'ja atribonim vetes rezultatet, atëherë do t'i robnonim njerëzit, duke i thënë se unë rezultati im ti u bane musliman, rezultati im ti u bane i fort në aspektin ekonomik, rezultati im ti u çlirove si shtet, rezultati im ti u shkollove, rezultatit i takojnë Allahut që njerëzit të mbesen të lirë në jetën e kësaj bote dhe t'i robërohemi vetëm Allahu xhelle xhelal. O gjinderuar, cili është rezultati në shoqëritë tona kur të mirat, mirësitë, begatit i kuptojnë se ato vijnë nga ana Allahu subhanahu wa taala, jo nga dora jonë. Ashtu siç thamë edhe më herët, rezultatet kur janë në dorë të Allahut do të shohim begati të mëdha në jetën e kësaj bote. Sulejmani alayhis salam një radhë prej radhëve duke ecur me ushtrinë që Allahu kishte nënshtruar, gjinët, njerëzit, shpenzët, errat e kështu me radhë, ai arriti në një luginë sipas mufesirinëve, dikun ka arrit në luginën në Yemen, Allahu a'lam, dhe aty në atë luginë një prej milingonave, brecave apo mizave të tokës që quhet në mesin e popullit, e vëren se po vjen Sulejmani alayhis salam me ushtrinë e tij gjigante të madhe nga njerëzit, nga gjinët, nga errat, nga shpesët. Dhe ai hetoi se po vin ushtria e madhe dhe shkatron popullin e tij nga milingonat. Dhe dul milingana qalet namlatu. Qalet namlatu. Tha milingona. Allahu xhelle xhelalu suratun Naml. Prandaj Allahu e emërtoi një nga surat e Kuranit me surën e milingonës, ajo e cila rrezikoi vetveten duke
e pa gjithë atë ushtri të Sulemanit gjigante se do të shkatroheshte edhe ajo, mund të shkileshte edhe ajo, të shtypeshte edhe ajo, të vrite edhe ajo me gjithë këtë rrezik doli në sipërfaqe të tokës dhe ju bani thirrje ja eyyuhan namlu, o ju milingona, bani thirrje litanbih, ja është thirrje, nida është thirrje duke bërtit me të madhe, ejuhe është li të nëbi, për mja u tërhek vëmendjen milingonave tjera, nemle, ju tha me emër, që mos mendojnë se kjo thirrje është për dikën tjetër, por është përkatësisht dhe veçanërisht për ata, udkhulu, ju dha urdhër në gjuhën arabe, udkhulu, urdhër, masakinekum, dhe hini në shtëpitë e juja, la yahtimannakum Sulejman wa junudu wa hum la yash'urun, që të mos ju shkel, mos ju shkatron Sulejmani, mos ju shtip dhe thën Sulejmani duke i dhënë në formën njëjes Sulejmani si individ, o gjunudu dhe në shumës, ajo ishte përpiktë dhe në aspektin e gjuhës, dhe ushtria e tij e madhe, o hum la yash'urun, duke i arsjetu ushtrin e Sulejmanit sa ata nuk do t'ju vërrejnë juve, jo se Sulejmani dhe ushtria kanë dëshirë të bëjnë çrregullime dhe të dëmtojnë dikën tokë. Dhe kjo فتبسم ضاحكا من قولها, kur e ndëgjoj Sulejmani alayhis salam fjalën e kësaj milingane të vogël, u ndal me ushtrinë e tij dhe me buzëqeshje, jo vetëm me buzën gas, por me buzëqeshje, tebessem wa dhahika, ai buzëqeshi duke me buzën gas duke qeshur, se ka mundsi njeriu me pas buzën gas por me ironi, duke ironizu tjetërin. Jo, Sulejmani alayhis salam ishte në buzëqeshje tamam nga lumturia, duke u lumturu. Pse? Nga se kur e ndëgjoj fjalën e milingonës, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Tha Zoti jem, unë tash elhamdulillah që ma ke mundësu, vetëm prej teje është kjo dhunti, me kuptu shqetësimin e kësaj milingone, unë të falenderoj, kjo begati është prej teje. Dhe jam tepër falenderues ndaj teje, jam tepër falenderues prind të cilët mi ke zgjedh Davudin alayhis salam, kam një rjedhoj, një nesep, një ardhje gjaku nga një pejgamber ashtu i dallum prej krijesave tjera, wa an a'mala salihan, edhe të më ke bë që të veproj punë të mira. Rezultat i begative, kur njeriu i kupton nga Allahu xhalla xhelalu, rezultati i saj është paqja. Dhe si rezultati i saj do të shohin paqe edhe milingonat, krijesat më të vogla në tokë. Kur besimtari arrin vetëdijen e tij se të mirat janë prej Allahut dhe nuk ja atribon të mirat dhe rezultatet vetes, sa atëherë do t'i shkatron të tjerët, atëherë do t'i lufton të tjerët, por ai kur arrin vetëdijen se këta janë mirësi prej Allahut xhalla xhelalu, e ndal vetveten dhe sheh se sa të mira Zoti i ka dhënë këtë tokë, që ai mos të jetë shkatrimtar në tokë siç po ndodhet njeriu sot. Kush e shkatron njerëzimin? Kush e shkatron botën? Kush e shkatron natyrën? Kush i shkatroi bimët? Kush bën dame në gjallësa? I vet njeriu. Pse ai mendon se është i plot fuqishmi, ai mendon se duhet jeton përjetësisht dhe në fund e ka vdekjen. Prandaj Sulejmani alayhis salam ja atriboi këtë mirësi Allahu xhalla xhelalu dhe kërkoi në fund ishte paqe edhe për milingonë dhe të tjerët, dhe tha wa adkhilni birahmetika wa adkhilni fi ibadika salihin. Tha me mëshirën tënde Zoti jem, më bën të jem pjesë e grupit njerëzve të mirë në ditën e gjykimit. Po gjendëruar, padyshim se nga mësimet apo nga historia e pejgamberëve, padyshim se nxjerrmi shumë mësime dhe mesazhe dhe porosi, mirëpo nga tra cilat janë disa nga mësimet e nxjerrura nga rrëfimi i Sulejmanit alayhis salam në Kur'anin familjar. Ajo që kanë nxjerrë besimtarët islam apo dietarët ulemat mufassirinat e Kur'anit nga rrëfimi i Sulejmanit alayhis salam, pasi kjo është rrëfim gjigante në rrëfimet kuranore,
nga ushtria që Allahu xhelle xhelalu kishte mundsuar Sulemanit alayhis salam i kishte edhe shpenzat nën sundimin e tij. Dhe një ditë Sulemani alayhis salatu wassalam tha: "Wa tafaqqad at-tayr fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Tha e pa se mungon një prej shpenzëve e cila quhet hudhud. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu naha an qatli 4 dawab. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas i transmeton se pejgamberi Allahut i kanë ndalu besimtarin me i mbit katër krijesa. Cilët janë ata? Hudhud, shpenza hudhud, me e mbit nahle, me e mbit bletën, me e mbit milingonën dhe me e mbit bretkosën. Këta Allahu xhelle xhelalu i ka ruajtur që të marrin mësim besimtar nga jeta dhe rrëfimi prej tyre. Që këta ose spjegohen përmes ajeteve kuranore, siç Allahu ka thënë suratun Naml, sureja milingonave, apo suratun Nahl, sureja e bletës, apo Allahu përmes pejgamberit i ka përmend rastin e bretkosës në rastin e Ibrahimit të zjarit kur ka dasht që ajo me gllankën e saj duke dasht me shuar zjarin edhe pse s'kishte mundësi, por ajo ishte mundësia e saj. Edhe kështu që Allahu xhelle xhelalu na sjell në Kur'an edhe hudhud shpenza në kohën e Sulemanit alayhis salam. Nga kjo në atë moment kur e gjithë ushtria raportonte para Paris, para krijetarit, para krijesisë së shtetit, hudhud wa tafaqqad at-tayr. Ajo mungoi në atë rast. Pse? Se kishte dalë rreth e përqark pa vullnetin dhe lejen e krijetarit dhe sundimtarit mbretit të asaj kohe Sulemanit alayhis salam, del dhe bën kontrolle me fuqinë të cilën Allahu ja dha. Përmes krahëve të saj duke qenë në fluturim, ajo arriti tek një popull i Bilqisës në Sebein, që ishte në popullin Sebe në Yemen, arriti që të kuptoj se atje është një popull i cili nuk e adhuron Allahun, por e adhurojnë jesjudun lish-shams, ata më adhurojnë dhe i bin sejdë diellit. Këtu ulemat kanë nxjerr dobi dhe kanë thënë, a thu vallë se është një pyetje e cila gjithherë na mundon ne, a thu vallë e ka përgjegjësinë më të madhe për ndryshim populli apo kryesia, populli apo shteti, populli apo menaxhimi i shtetit, kush duhet fillon i pari, kush kanë duhet ta ndryshon. Nga kjo nxjerrin mufessirinë të Kur'anit se hudhud nuk e mor lejen e krijetarit për me ardh në hulumtimin e saj, për me ardh në përfundim se një popull që ka duke madhëru dhe adhuru diellin e jo Allahun xhelle xhelalu, ajo nuk mor lejen e krijetarit, po ajo nga vullneti dhe përgjegjësia që ndinte në vetvete, ajo bëni xhihadin e saj, përpjekjet e saj për ta sjellë një lajm edhe për rreth shtetit se si është gjendja e shteteve dhe botës për rreth, dhe se ajo duhet të sjell lajm e krijetarit vet. Aq ishte mundësia e saj dhe ajo do duheshte me vepru punën cilën e kishte në përgjegjësinë e saj. Prandaj na si popull nuk duheshte të jemi gjithmonë të jemi në dembelizëm, duke qëndru dhe pritur vetëm urdhrat e krijesisë tonë që na të reflektojmë dhe të veprojmë sikur ai i cili është në lëminë e shkollimit, sikur ai i cili është në lëminë e bujqësisë, sikur ai i cili është në lëminë e ushtrisë, sikur ai i cili është në lëminë e mjekësisë, gjithsecili do duhet të gjërmon në lëminë e vet që të jep kontributin e tij, që të jetë i arsyeshëm para së gjithash dhe të jetë i vijshëm, të jetë i vlefshëm në shoqërinë e tij, edhe pse Sulejmani alayhis salam përsëri e tregoj përgjegjësinë e tij burrore se ka hije një kryetar i shteti i cili kërkoi llogari dhënje edhe për krejt gjithë asaj ushtrie të madhe që e përbënte xhinët, e përbënin xhinët, njerëzit, krejt shpenzat, shtazët dhe kafshët kështu me radhë, ai vërrejti edhe shpenzën më të vogël i cili nuk ishte nën kontrollin e tij dhe kërkoi përgjegjësi dhe llogari. Prandaj kjo na mëson se na nuk do duhet të qëndrojmë duar kryq
në përgjithsinë tonë ndaj shtetit, në përgjithsinë tonë ndaj shoqërisë, në përgjithsinë tonë ndaj Allahut, se ku ka arrit daveti, se ku ka arrit feja, se ku ka arrit e vërteta, na nuk do të duhet të presim të marrim leje, por gjithkush do të duhet të gjurmon dhe të hulumton të arrijë të vërtetën, e pastaj të vërtetën ta plason te kryesia dhe institucionet shtetërore. Wallahu a'lam. Këto ishin disa mesazhe padyshim shumë të bukura që marrim nga historia e këtij pejgamberit, siç është Sulejmani alayhis salam. O gjendëruar, Allahu ju shpërbleft për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborimin shumë të qartë mbi pejgamberin Sulejmanin alayhis salam. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Nusret Efendi Fazliu. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu u apranoft gjitha agjërimet dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.